Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Lirohen pengjet izraelite. Pas 738 ditësh, terroristët Hamas lirojnë 20 pengjet e mbetura të gjallë. 7 të parat u liruan në mëngjes, ndërsa 13 të tjerët ju dorëzuan kryqit të kuq. Trupat e 20 pengjeve pritet të dorëzohen në orët e pasdites. Lirimi i tyre vjen në kuadër të fazës së parë të planit të paqes për Gazan. Izraeli është në festë. Në Tel Aviv, në sheshin e pengjeve rreth 100.000 njerëz festuan për lirimin e tyre. Ata ndoqën drejt për drejt në shesh kthimin e familjarëve. Për gjatë 2 viteve, ky shesh ishte bërë vendi ku izraelitët dhe familjet e pengjeve u mblodhen për të shprehur anktin dhe zemërimin e tyre pas trëmbimit gjatë sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023. Kthimi i tyre u bë i mundur pas pranimit të një plani për paqe të hartuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Mes të tjerave në të parashikohet ndalimi i luftimeve, lirimi i pengjeve dhe shkëmbimi i tyre me të burgosur palestinez, çarmatosja e Hamasit dhe tërheqja e ushtrisë izraelite në kufit e përcaktuar më herët. The war is over, okay? You understand that? Lufta ka mbaruar, është mesazhi i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në Izrael në ditën e lirimit të pengjeve. Trump zbarkoi në Air Force One në raportin Ben Gurion të Tel Avivit, ku u prit nga Benjamin Netanyahu dhe presidenti Isaac Herzog. Nga tapeti i kuq në aeroport, Trump i tha Herzog dhe Netanyahut: "Është një ditë fantastike, ndoshta dita juaj më e mirë deri më tani. Kjo është histori", u përgjigj Netanyahu. Në intervistë televizive, Trump e cilësoi marrëveshjen për të dhënë fund luftës të Gazas si suksesin më të madh diplomatik si president deri më sot. Duke folur me gazetarët në parlamentin izraelit për krah kryeministrit Benjamin Netanyahu, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se ky është një fillim i ri dhe mendoi se nuk ka pasur kurrë një ngjarje si kjo. Familjet e 13 pengjeve të fundit u njoftuan se familjarët e tyre tani ndodhen në duart e forcave të mbrojtjes izraelit në ripin e Gazës, thuhet në deklaratën e zyrës së kryeministrit. Qeveria e Izraelit është e përkushtuar ndaj kthimit të gjithë pengjeve të mbajtura nga armiku dhe do të ndjek këtë mision me vendosmëri dhe këmbgulje, thot në njoftimin për shtyp të qeverisë së Izraelit. Lirimi i pengjeve është faljush, por sfidat tona nuk kanë mbaruar, është mesazhi që ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz u dërgoi forcave të mbrojtjes së Izraelit. Në ditën kur shteti i Izraelit mirëpret kthimin e pengjeve nga Hamasi, ne e kujtojmë me krenari të madhe këtë moment të rëndësishëm dhe e kujtojmë mirë. Ky rezultat është faljush, deklaroi Katz. Ai më pas paralajmëroi se misioni i forcave të mbrojtjes nuk është i plotë dhe sfidat tona nuk kanë mbaruar. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë vigjilent. Britania e Madhe përshëndeti lirimin e 20 pengjeve të gjalla nga Gaza si pjesë e fazës së parë të planit të mbështetur nga SBA për t'i dhënë fund luftës. Kryeministri britanik Keir Starmer deklaroi në rrjetin social X se kjo ditë është faza e parë dhe vendimtare në përfundimin e luftës në lindjen e mesme. Duke folur nga Egjipti përpara samitit ndërkombëtar me synim për parimin e planit të presidentit amerikan Donald Trump, Starmer shtoi: "Tani duhet të sigurojmë paqe të qëndrueshme dhe një të ardhme të sigurt për të gjithë rajonin." Mbretëria e Bashkuar po ofron ndihmë shtesë humanitare për civilet në Gaza dhe do të udhëheqë përpjekjet për të përshpejtuar rindërtimin e saj. Më 7 tetor 2023, militantët udhëhequr nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur terrorist nga SBA dhe vendet e tjera, kaluan kufirin midis Gazas dhe Izraelit dhe sulmuan komunitetet në jug të vendit. Ata vranë rreth 1200 civil. Militantët rrëmbyen edhe rreth 251 njerëz dhe i mbajtën peng në Gaza. Në përgjigje për 2 vjet, ushtria izraelite luftoi kundër Hamasit në Gaza për lirimin e pengjeve dhe azilsimin e organizatës terroriste. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.